Vazhdojnë problemet dhe incidentet në ballafaqimit në mes të skuadrave prishtinase dhe ato peone. Mbrëmë është zhvilluar ndeshja e parë gjysmëfinale e play-offit në futsal në mes të Prishtinës dhe Besës, që përfundoi me rezultat 3-1 në të mirë të vendasve, por që për fat të keq, rezultati doli pothuajse në plan të dytë. Fillimisht drejtuesit e Prishtinës bënë të pamundurën për ta destabilizuar skuadrën e Besës, duke ndruar disa herë datat e zhvillimit të terminit të takimit. Kjo ndeshje ka pas luhet disa ditë më parë, është caktuar e mërkurë, mandej është caktuar një datë tjetër të premten. Pastaj masi që ne kemi bërë për 2 ditë gjitha përgatitjet e mundshme që të shkojmë në mënyrën sa më të organizuar në Prishtinë, atëherë na është njoftuar nga klubi i Prishtinës që kjo ndeshje nuk do të luhet as mërkurën as premten, por do të luhet një ditë tjetër. Dhe ata e kanë pasur qëllimin vetëm qëllim që si ta e para të na ngarkojmë si çiketë dhe e dyta si ta adoptojnë ekipin duke ditur që të lojtarët tonë malazes në ndeshjen e mbrëmshme nuk kanë mujt të vinë për arsye se ka qenë pjesë e reputacionit Malizi në një ndeshje të cilën e kanë zhvilluar dhe janë ende në Bosnë. Duke që prishtinasit në këtë drejtim kishin edhe ndikimin e komisionit të futsallit. Komisioni i futsallit ka jep një arsyetim që kanë pas shkojnë në Shqipëri për të luajtur një turnir në RR që për neve është i pa kuptim sepse Kosova ende nuk ka ekip për RR dhe të shtyhet një play-off i një shteti për një shëtitje të themi ne që dikush dëshiron të shkojë në Shqipëri dhe kjo ka qenë tepër pa kuptim, po prapë se prapë jemi të pafuqishëm në Federatën e Futbollit të Kosovës. Drejtuesit e Besës fal vullnetit të mirë pranuan ta fillojnë ndeshjen edhe përkundër faktit që në pallatin e Rinis nuk kishte forca policore, që doli të jetë vendim jo dhe aq i mençur. Ka qenë minuta e 4 pasi që ka filluar ndeshja, kemi pa diku një 30 tifoz, të them tifoz apo hajdut, se ata nuk janë tifoz me maska me hinja ashtu në palestër, janë futur në palestër dhe janë shkuar në drejtim të tifozëve tonë. Fatbarësisht mos reagimi i mirë i tifoz, domethënë fatbarësisht tifozët tonë që nuk kanë reaguar kur e kanë pa gjendën duke para ata duke I marrë ato vizitat e tyre, sepse po të kishin reaguar edhe tifozët tonë aty do ndodhte diçka jashtëzakonisht e madhe apo tragjike. Në atë moment është ndërprej loja dhe në atë moment është po që aty nuk ekziston asnjë polic. Pas incidentit në tribuna që rezultoi me ndërprerje 30 minutëshe në pallat, megjithatë u paraqitën një numër I policëve. Ku kanë ardhur diku 3 policë për të mbajtur sigurinë e mbinimi veta, nuk e di si mund diku në botë, jo vetëm në Kosovë. Kryetrajneri Besës në mënyrë sportive pranoi humbjen dhe shtoi që sjellja e lojtarëve dhe referimi ishin në nivelin më të lartë. Dua të them se loja ishte korrekte, referimi në këtë ndeshje asnjë vërejtje nuk kam në referimi ishte edhe pse kemi pas shumë probleme në Prishtinë sa për këtë referimi në këtë ndeshje ishte perfekt. Kur pritet që I tërë ky marifetllok të përfundon, ndodhi më e keqja kur pas një bisede në mes të trajnerëve në hollin e pallatit, ndërhyu policia e Kosovës, duke sulmuar drejtuesit e skuadrës së Besës. Në atë moment ka ndërhyj policia dhe më ka shtyr mua, vetëm fjalë që I kam thonë a ka mundësi mos më shtyr se komplet komën e majtë e kom pas në operacion dhe unë nuk kom disa sekonda kanë qenë aty, e kanë nxjerr policia sprej dhe më ka gjujt në drejtim temin, në drejtim të disë trajnerit e Mastan Zeka, mandej doktorit klubit, Isuf Maraj dhe vllau tim Avniseni, dhe nga atë moment them të drejtën, unë personalisht nuk kam po asgjë, derisa e kom po vetë në spital dhe kemi ndaj diku më duket 1 orë në spital, kemi edhe dhënat nga spitalit që na ka jap. Antarët e klubit të futsallit Besa shprehen të indinjuar me të gjitha padrejtësitë që janë duke I bërë jo vetëm kësaj skuadre, por si shprehen ata të gjitha klubeve peone. Nuk di deri kur, nuk di kur do të kthehen ato anët pozitive, nuk di pse Besës pse PS po ndodhin këto, nuk di pse sportistët PS të cilët vazhdimisht po mundohen dhe po kontribuojnë pozitivisht, duke ditur se edhe në sporte kolektive, edhe individuale, ne kemi talent që jo vetëm Kosovës, po dhe jashtë Kosovës po japim që po mburrim me ta, jo vetëm shqiptarët e Kosovës, shqiptarët në bërë botën dhe nuk I di pse neve gjithmonë këtu. Ndeshja 2 gjysmëfinale e play-offit do të luhet të njëjtën në palestrën Karagashi, ku Besa do të jetë kompletuar dhe me futbollistët nga Malizi. E padyshim që ngjarja mbrëmshme do të ndikon që atmosfera në Karagash të jetë më së nxehtë.